Me një karrierë 36 vjeçare dhe mbi 2000 vepra të realizuara, piktori i mirënjohur shkodran Shpëtim Garuci vijon të mbetet një nga zërat më aktiv në artin pamor brenda dhe jashtë Shkodrës. Në një rrëfim mbi rrugtimin e tij artistik, Garuci kthehet pas në kohë te filleset e kësaj eksperience dhe bashkëpunimet me emra të spikatur të pikturës shqiptare. Fillimet e mia janë që në fëmijëri, kam filluar që në shtëpi pionjerit. Mbi 19 kam punuar me dy piktorë që kam përmendur herë mas herët. Ndek mendoja, sa nuk e jeton, Allah Stanzaneli. Koha me ta ishte një shkollë për mua. 10 vjet kam punuar me ta bashkë. Kjo është një rrugë e gjatë që të 36 vjet sa që marrem me pikturë. Burimi kryesor i frymëzimit për krijimtarinë e tij mbetet vetë qyteti i Shkodrës, me historinë e pasur, traditën dhe arkitekturën e saj karakteristike, të cilat përcillen me mjeshtëri në çdo të lajo. Frymëzimi është te qyteti i Shkodrës, te njerëzit, te rrogicat, te veshjet, te ana psikologjike ose trajtimi që mund të kenë figura të ndryshme, nuk ka rëndësi nga të pasur të varfër, por prumja e tyne në art është si të bish një copë pjesë të qytetit Shkodrës, ku unë përfshi shumë lloj gjanash, pra, kostumografin, rrogicat, kalan, pjesë të ndryshme të qytetit tonë që janë shumë të bukura dhe të vizitueshme, po edhe që janë të vetme. Por në këtë vazhdimsi të kësaj punës, unë nuk është se jam thjesht një kopjues i asaj që është qytet, por kam krijuar një imazh timin imagjinar dhe këtë imazh unë e perfeksionoj çdo ditë me punime nga më të ndryshme që binë në thelb binë Shkodrën. Pasioni dhe punën e tij shumë vjeçare, Garuci i ka ndarë vazhdimisht me publikun përmes ekspozitave të ndryshme. Së fundmi, ai qeli ekspozitën e tij të tretë personale, ku prezantoi mbi 40 punime të reja. Në rrugën time ka pas ndryshimet të mëdha në lidhje me vjeshmërinë e artit që prezantoj ose që punoj vetë. Rasti më i fundit ishte ekspozita fundit që bana, që jam shumë i kënaqur, pat një sukses. Bajagi të dukshëm dhe hala ajo jehona sa ekspozit është e prekur çdo ditë. Për të gjithë brezin e ri që kërkon të ndjekë rrugën e bukur por sfiduese të artit, piktori shkodran ka dhe një këshill të vlefshme. Këshilla jeme është që të punoj sa më shumë. Shkolla ka vlerën e vet shumë të rëndësishme dhe duhet që ta përfundoni, ta kryeni, por po punove sa më shumë, po kërkove sa më shumë dhe po e nive në shpirt atë që jetu bë, tham që çdo artist arrin me bë diçka të bukur.